Prej 2012-ës, Baci Bajram e ka pas stërgjyshin të zhdukun, 2045-ën babgjyshin, tash me e reja djalin në të nëntën. Do me thonë 3 gjenerata. 3 gjenerata, do me thonë, shkoj gjithë me zhegqim asë një së gjenë. Dhe gjithë theke nona vë shku me zhegë djallit si se gjetë kur, edhe në pëdu me shku me zhegë djallit si s'do me gjetë kur. Edhe aja ndodhi. Zonja Gjyll, ku i keni mbledhur gjithë këto artefakte? Tu e kemi mbledhur në për familje, ka dhe si në gjinë njerëzi këtu, ju kanë gjinë në për vërreza masive, në tesha, në rëbe, ka dhe si në gjinë, po ja kanë gjithë nonat e veta në gjepat setra, gjemperave, ku kanë flajtë në dhoma, kështu që i kena mbledhë për familjarëve dhe i kena fokusu shtë. Rastet tjera janë, kë rast edhe kë shumë i dhimshëm, dyshohet tash si mbas supozimeve, sa ta që ta fëmin që e në i kanë adaptue, se nuk i kanë, po dyshohet se këtë fëmije kanë marrë taj familjen komplet, se kjo bia u qëllu të baba i vetë në të panë, edhe kanë djegë komplet familjen, nona e vetë ja u ka gjithë veç hinin atë ku konë bia, nona e kësoj e qiti po Ramës, e ka gjithë veç hinin aty ku djegë shpia se sumet kur gjë farë sheje heq, po aja gjithë u dekë u shkuet të thonë që këtë beben kur nuk besoj si se kanë marrë ata me adaptue. Do me thënë, zonja Gjyll, ju po thoni se ka raste kur familjarët pretendojnë se fëmijët janë marrur për të adaptuar. Ka raste. Dhe për kjo tjetër suar identiteti. Se edhe në Bosnë u konë rasti se u gjinë vajza mas 23 vite se kanë adaptue, kanë vrojë këne, kur dula a dënyja me, dulë si e kanë adaptue fëmin 4 vjetë. Edhe këto dyshuet edhe gjithë nona e këti Ramës ka thonë që unë këto kursjo me pajtimit që të vajzë nuk e kanë marrë ata se qësh si mas supozimeve ka një dikush të kajtë këtë thmi të jenë largue. Kështu këtë dy jenë të kështuve, si vla e mëtër, kanë tentu me ike dhe me dalë në Malëzi, si kanë pas dajtë të këtu në migjallareve këtu, meqtë, edhe i kanë zonë atë në dreth ka dalin. Këta janë të lagjës bëshnjakëve, 2 vllaznit ku i kanë vra qatë në shtëpinë e Mustaf Sahitit, ku u konë masakre e madhe, që u manifestu tash me 15 prillit ditën pa gjetën e ku mohet. Aty 23 vetë u bo dhënime, u bo tëna maltretimet mas njerëzore. Kemi raste shumë të dhimshme, kemi raste Halil Hasani ka 4 djemë të zhdukun, asë një si ka me jetë. Nuk po pranom edhe në gjak. Dyshohet që ka dyshime dhe ato që nuk janë gjallë ata, po i manë, armiku po i manë drejt me të thonë që tu i thonë jo janë gjallë, mëse e gjak, jo mësi beso qeveristë Kosovës, jo nësi, edhe aje shumë i dhimë shumë ajras, edhe aje po do me dekë se u paralizue me pretendim që jo i kom gjallë, jo gjithë mund të majtë shpresa. Do me thënë, po thoni që po i mbanë shpresa dikush i komunitetit sërbë? Po, kojshikja. Që e kanë pasur para luftës? Që e kanë pasur para luftës edhe ato, kom edhe informata, po dhe vetë ka tërgu si ka kontakt me to regullisht, po nuk e kalzon as emnin e sojnë, as nuk e qetë para publikut.